Komisioni për të drejtat e njeriut dhe mjetet e informimit publik miratoi propozimin e majorancës për disa shtesa në projekt buxhetin e vitit 2026, duke parashikuar më shumë mbështetje buxhetore për radio televizionin publik shqiptar dhe disa institucione të tjera. Propozimet do t'i përcillen Komisionit Ekonomisë dhe Financave në cilësinë e Komisionit Përgjegjës për buxhetin. Për shpenzime korrente në vlerën 192 milion lekë sipas programeve, shqiptarët jashtë kufirit dhe gjuhët e huaja në vlerën 90 milion lekë, prodhime filmike dhe artistike në vlerën 20 milion lekë, projekte teknike në vlerën 82 milion lekë dhe për shpenzime për investime në vlerën 1.2 miliard lekë për një periudhë 3 vjeçare, ku vetëm për vitin 2026 shtesa e përllogaritur për projektin e digitalizimit të arkivës arrin në 200 milion lekë. Pro këtij propozimi ishte edhe deputeti Ardit Bido. Kur vjen fjala te radiotelevizioni shqiptar, dua të theksoj se mbështetja për investime për sa i përket digitalizimit të arkivës, por edhe me mbulimit me sinjal në të gjithë Republikën e Shqipërisë është një imperativ. Radiotelevizioni publik funksionin e vet parsor ka mbulimin e të gjithë territorit. Deputetët e opozitës në komision u shprehen kundër projekt buxhetit 2026 në tërësi me argumentin sipas tyre se nuk reflekton minimumin jetik dhe rritjen e pensioneve, ndërsa majoranca kërkoi nga pala tjetër që të mos bëj politik me shtresën e pensionistëve.